Ministri i Financave në detyrë Hekuran Murati ka thënë se janë 90 milion euro të alokuara nga Banka Botërore për Kosovën, të cilat po presin ratifikim nga kuvendi e që rrezikojnë t'i merren Kosovës si rezultat i moskonstituimit të kuvendit. Këto mjete me kamat 0% po presin për ratifikim nga maji i vitit të kaluar dhe nëse marrëveshja për to nuk ratifikohet deri në shtator, mund t'i jepën një shteti tjetër. Për këtë, ministri në detyrë Hekuran Murati ka akuzuar partitë që deri tash ishin në opozit, Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Por se deputetët kanë dështuar sot për të 36-ën herë të konstituojnë legjislaturën e 9. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma nuk po i japin votën kandidatës së propozuar për kryetare nga lëvizja vetëvendosje Guzoe Alternativa. Ndërkohë edhe lëvizja vetëvendosje nuk ka ndëruar emrin e Albulena Haxhiut se e propozuar për krye parlamentare. Albulena Haxhiu në 6 tentime me votim të hapur ka dështuar të marrë 61 vota e nevojshme për marrjen e postës së krye parlamentarës. Në mungesë të kësaj, lëvizja vetëvendosje Guzoe Alternativa po kërkojnë komision për votim të fshehtë, për të cilën gjë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka kërkuar interpretim nga gjykata kushtetuese. Ndërkohë në Partinë Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës janë shprehur të hapur të votojnë ndonjë kandidat tjetër nga lëvizja vetëvendosje për kryetar të kuvendit, mirëpo që sipas tyre i njëjti nuk duhet të ketë qenë pjesë e kabinetit qeveritar Kurti 2. Ndër emra që janë përmendur janë deputeti njëherësh ish kryetari i kuvendit Glauko Njuca dhe deputete Saranda Bogujevci dhe Shipe Selimi. Mirëpo pavarësisht kësaj, në lëvizjen vetëvendosje, partia e cila ka dalë e para në zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit janë të betonizuar në kandidaturën e Haxhiut. Pas dështimit të seancës së sotme, partitë parlamentare u shprehen se janë në pritje të vendimit të kushtetuesës për kushtetueshmërinë e votimit të fshehtë të kryekuvendarit. Janë bërë më shumë se 5 muaj nga zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit dhe kuvendi i Kosovës ende nuk është konstituar për t'i hapur rrugë formimit të qeverisë së re.